Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët këtë pas ditën e dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Sot e kemi një çift shumë artistik, të cilët njihen si Mitrovica Lit, pra është Merita Globari dhe Megjita Avdio, me të cilët do të flasim gjithçka rreth muzikës, inspirimet tyre, sfidat e tyre dhe ato eksperiencat më interesante që i kanë pasur. Përshëndetje, si më kaloni në studio? Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë jemi falenderës për ftesën. Falenderës që keni ardhur dhe po besoj është edhe studia me një energji goxha të mirë, të bukur, edhe do të kalojmë shumë mirë kështu me tjetër energji gjatë të emisionit. Shpresojmë. Edhe ju i urojmë punë të mbarë e suksese gjithmonë në profesionin e juaj dhe gjithë televizionit dhe stafit përgjithësi. A flasim për fillimet e juaja si muzikant. Para sa keni fillu, kush ka qenë ndoshta ai momenti pikërisht cilën e keni gjetë kështu edhe keni vazhduar më mirë me muzikë në mënyrë më profesioniste? Unë më herët pata kënduar, po pata ndërprej. Më pas pauzu. Cila ka qenë arsyeja për këtë ndërprerje? Po arsyet të ndryshme. Mirë po, kur me herë rasti që unë njoftoha me bashkëshortën time, me Ritën, edhe pi të regojmë, tash kështu edhe në kumë kënduar, edhe kam dëshirë, thamë, për të kënduar, tha, e bojmë tani duhet bashkë. Po e bojmë në të arën, edhe i shkom kismet, ishëm bilja ditë shkom në Prizren, në qytetin e bukur, edhe ka këthënëm, edhe në vetur, unë sidomos shumë e pëlqej muzikën turke, nga këngëtari i madh Ibrahim Tatlıses. Edhe në vetur pëlqejmë një këngë të Ibrahimit edhe të e ndëgju, po kënë Merita, edhe unë ta prap e kapi telefonin edhe pe ingjizoj. Kjo është shqip këndëjke. Edhe prej atujt e bënëm këngën e parë Dashnie e bekuar. Edhe prej atujt e ne fillum edhe me këngë të ndryshme, me radhës. Ka qenë moment interesant se si shte bashkëshortja me Gjiti, ka vim prej Prizrenit, ishëm në një vikend që kishëm shku me shëtit atje, dhe kjo është adhëruar shumë i madhi Ibrahim Tatlıses. Dhe zakonisht në kërë, unë ka njerë i thonë nësë ma bëmë në tonë, se dhe unë adhuraj, po gjithmonë duke ndëgjue, me të vërtet, po mësil monotoni, thash dalje, thash sonë e këndaj. Edhe Ibrahim i Tyrqe, dhe unë në atë moment, tap e kthej tekstin në Shqip. Edhe në ty vëzit e po këndaj. Kur kjo e ndalë edhe merë telefonin më në qizan, thë qëfar teksti i bukur, thash vërtet. Kur shkojnë shpe, prej telefonit e nëzirën tekstin dhe e shkojnë me një fletë. Ka qenë gjëja më thjesht që kemi startuet ta dojmë dhe të hymë në këtë rrjedhë të artit muzikor. Kur hymë rana në shpe dhe po thotë, Merita ta kthejmë, thotë tekstin që të komin qizu, thash okej, i shof me të vërtet, sa aty adin e kënjerë edhe të vjen një farë momenti spontan, fol, këndan, adin të vjen tap nga mendja. Ashtu të instinktivisht e ndjeva edhe i shqiptova ato fjallë bukura, pa ato fjallën të këngës të parton, që e kemi startue në këtë rritëm, ka qenë momentet qysh unë edhe kjo jemi njoftu, dashuria qysh ka fillu mes neve, qysh ka kërku kjo një kohë gjatë me pi kafe me mu, dhe unë i kisha disha mërzi, nane motër, smut të ndjera që sot nuk jetojnë, dhe nuk isha plan hiq fare aty, po këtja shtu ju tek, dhe deshti të më fejoj, atë me një fa shpejtësi e se di. Ndoshta edhe Zotë e shkrujti. Po dhe pas ka qenë dashurin që kemi parë, në fakt. Po, edhe kështu që i kemi nëzirë ato fjallë, nga ai përjetimi jonë, si kur qyshimi njoftu e qysh ka lind dashuria, qysh ke insistoj gjithmonë atë me konë me mu, edhe mblut kemi pi kafe dhe unë nuk dojsha me dojë, si kisha problemet e mija, mërzit e mija në familje, jo, kjo vish du me dojnë me pi kafe, e tash ato fjallë i kemi thurë në vargjet këngës. Aja këngë është një kujtim, mendoj, për gjithë jetën është. Ndoshta s'është kënga me e bukur, për për neve është një ndjetësi. Ajo kënga preferuar, ndoshta dhe më emocionale. Aja ka me mbet gjithmonë kujtim. Ka me mbet kujtim gjithmonë aja kënga parë. Edhe është këngë e qëllume për neve. Po pastaj me këngë tjera në vazhdim në vim që i kemi zgjedh,
dhe i kemi këndu. Nuk them që jemi afër albumit, se vetëm një 6-7 këngë, se i ndjeri babaj i burri, dhe më thonë virjem, kur vdiq, na pauzum disa muj, gati një vit, e respektu vdekjen e tij, kështu që mbas asaj kohë kemi vazhdu përsëri. Dhe e kemi humbë, thuja një 8 muj apo 9, edhe kemi vazhdu përsëri. Kështu që nuk jemi afër krejt ta përfundojmë një album, po i kemi disa këngë, po shpresoj për ndoshta edhe gjatë vitit tashëm. A keni ndonjë këngë, ndoshta që i ka ndoshta edhe një kohë shumë të afërt për me u publiku, për me u lansu? Po, jemi shumë afër, kemi një këngë të re. Një këngë të re, një parapri, dhe shpresojmë që do të pëlqejë nga publiku. A do të na tregoni pak diçka për projektin, për çka bëhet fjalë? Është bashkë për dashni, bashkë për këtu, bashkë për rini, të shohim do Zoti që do ta pëlqen edhe publiku, po shpresojmë. Bashortë jem zakonisht kur thurim vargje në për këngë tekstet, e ka një shprehi që gjithmonë ma dedikan aden, kur ka fjalë bukra, a kur ka dhimbshmëri, se elhamdulillah pe Allahit, fali qofshëm, akoma nuk kemi diçka të keqe në mes, dhe as Zotit na ruaj këtë qëndrim që e kemi njëri për tjetrin, respektin dhe dashurinë, edhe shpresoj gjithë çiftet të jenë kështu, si që jemi, po sfidat e jetës duhet më mundu njeriu gjithmonë ti sfidoj, në koordinim njëri me tjetrin, dhe mos të vinë të acarime, sepse kemi këngë që kemi dediku edhe rinisë sotit, jeta aktuale, që është trathojnë gratë prej burave, që është vritën, mbetin fëmijët jetima, që është trathohen, bile ka raste që duke shkruar tekst më ka ardhe me qajt, sepse është një viktim po bjen fëmiu. Po vrejmë disa këngë që me të vërtet përcjellin mesazhe dhe është mirë edhe për mi trajtu dhe këto tema ndoshta pak më dëmshme, më tabu, më... Them të drejtën, para se të filloj të këndoj, gjithmonë kur i kom dëgju këngëtarët, kom thonë, o Zot, pse këndojnë vargje kaq të vujshme që përpara, kur ne kemi mentor kur tishi, thoshin një vajzë në Prishtinë ka kthyer prej katit 6 ku diun e ka mbyt vetën me këngët e tij. Është ndëgju ashtu si e re e kam dëgju. Po unë e them pse. Kisha dashur që mos ka këngë të vujshme shumë, sepse po i prek zemrat e lënduara. Pavarësisht cili do këngëtar, edhe ata që kanë fan të madhe, edhe për këngëtarët e ri, unë ju kisha rekomanduar mos këndojnë këngë shumë të dhimbshme, sepse ka njerëz shumica, që s'do më thonë vetëm të rinj, po të moshuarit, e kanë një eksperiencë të dhimbshme të jetës, bashkëshortore janë të ndarë, janë të sëmur, mëse një këngë edhe rrimi që është këndu përpara kancerit e këto, nuk ka sot shtëpi që se ka një kancer në shtëpi, një familjar për kësaj smundje të rënë, gurit e drurit i raft e njeriu të kurmo. Po njerëz të vujnë, pastaj me atë kanë të ndëgju fiton negativitet në trup, dhimbje, latë, mërzi, ka që zvin vetje me disa ditë, vështirë është. Unë kisha thonë më shumë t'jenë arktuse, të pëlqyera, për një dashurie. Për këto, ndarja këto, mirë është mjavë cek pak, mjavlon si mesazh publiku që mos këndohen ato këngë këqija. Këto çka duhet t'ju bojnë me dije publikut, njerëzve, sidomos për jetën aktuale që apo ndodh mes një bashkëshortie, ne kemi një këngë, po nuk është e dhimbshme aq shumë, sa që është më shumë mesazh për popullin. Ky besoj është fokusi juaj, pra me vo këngë dhe me shkru këngë, të cilat me të vërtet kanë me pas një impakt në shoqërinë tonë dhe me qenë ndoshta edhe se një reflektim i asaj se çka po ndodh momentalisht. Eksakt, fakt. Si ju vjen ai inspirimi për me shkru? Ndoshta cili e ka atë fisën që e don më shumë tekstshkrimin? Po me thonë drejtën, me gjeti shumë YouTube e këqyr, dhe kur i shohim disa këngë të huaja, zakonisht nga turqishtja, edhe kur... Në me të vojnë, apo den për mi... Instrumentali na pëlqen shumë, dhe pak a shumë e marrëm një përkthim nga turqishtja, e shoh se çfarë ka të bëj përkthimi në shqip, po jo ato fjalë. Po. Na e dedikojmë shqiptarit, domethënë Kosovës. Aktuale, tamam në rinisë sotit. A keni menduar ndonjëherë me ndryshu ndoshta edhe stilin e këngëve?
e kemi ju këndoni qytetare, popullore, a keni në këgja një farë miksi kështu, por a mendoni edhe zhonde tjera me kalu, apo me rujt këta autenticitetin pra që e keni, pra me qenë vetvetja? Po na kemi fillu me këngë, dhe më thonë, balada, qytetare, po edhe kanë edhe patriotike. Cilat nuk i preferojmë na qëto hip-hopat, qëto nuk i dojmë, këto s'kisha mi këndu asë njëherë. Nuk është asë mosha që na përgjigjet, po ma shumë e qytetare, baladat, këto i dojmë ma shumë. Popi sidomos është edhe goxha në trend tash, por po shumë edhe rikthimet pra të llojeve të ndryshme të këngëve pra dhe të stilit tuaj sidomos. Edhe të rit pe kanë këto që ndoshta i dëgjojnë këngët shqiptare para 15 viteve, 20 viteve që janë publikuar në atë kohë dhe rezonojnë ndoshta me ta edhe e shohin një emocion pak ma të gjallë të shprehun në këngë edhe një mesazh shumë të thjeshtë. Thjesht të qartë konkret pra që është në një këngë. Fakt është edhe me vje mirë që edhe rinia e sodit i pëlqen ato këngë ma përpara që kanë kënduar këngëtarët, po zakonisht edhe tash që i këndujnë, se dashnis i ka këndu çdo herë i kanë këndu këngëtarët, po shumë është e mirë që edhe rinia e sodit dhe më thonë që e pëlqen këtë zhondër muzikës popullore. Jo veç që më pëlqen mu, po është aktual, është Këngët e vjetra normal. Janë gjithmonë më të bukrat që në këndu për para. Sot i shoh që kanë fillu e këngët e vjetra ti shëndrojnë në vetëm instrumentalin e ndrojnë, ama fjalët gjithmonë i marrin prej këngëve të vjetra. Ajo më shumë i ka motivu popullin, e mendoj që akoma kam i motivu, se janë konë gjithmonë fjalë që është dediku diçkajës. është përcaktu të diçka dhe ajo ata kanë pëlqyer gjithmonë publiku. Po dhe këngët e reja janë që e arktojnë rinin e sodit, ka dhe njerëz më shumë që dojnë edhe këngën arktuese, është shumë normale, se ai më shuri ka qenë ndonjëherë i ri dhe e ka nostalgjin, që do me ndëgjue, me këthy atë kohën pas, e pëlqen edhe e arkton për qastin, për momentin, po zakonisht edhe këngë popullore qytetare edhe rinia pëjdojnë sot. Se e shoh që edhe në për shumë klube që këndojnë këto arktuset, kur vjen një këngëtar, për shembull, që kënon këngë popullore, të gjitha dini shoh që brorisin e një vetën të shëndosh, aty i flenë truni, se pëjdojnë gjithmonë arkthimin, pëjdojnë. Çka mendoni për mënyrën tash se si të rit po bojnë muzikë? Çfarë do të ishte një këshill për të rit? Po shqo, rinia sot e bëjnë atë çfarë dojnë. Dhe thonë, pak kanë dalë nga regullat e qysh për pare kemi respektu të vjetrit prind, se ka prind që thotë mas djalja, mas vajza, mas bën kështu, mas këndo kështu. Ata e bojnë të vetën. Unë mendoj se atë që e ndjen çdo njeri, qoftë i ri apo kohës mesme, apo në moshë që këndon, ata që e ndjen edhe e këndon. A keni pas edhe ju ndonjë ndoshta edhe kritik nga familjarët apo shoqëria apo ndoshta edhe nga publiku, të cilët edhe ju kanë motivu për me vazhdu më tej? Po kemi pas kritika, sidomos nga familjarë, se pak një mosh pak më të shtyr. Keni profesione tjera apo din, se keni një mosh pak më të shtyr, po neve na ka motivu, dhe më thonë, se e duj me shpirt, ma flanë muzika, edhe për këtë arsye s'do të ndalë. Do të vazhdojmë. Cili ka qenë ai reagimi më praks që e keni pas, ndoshta prej personave të caktuar, cilët e kanë dëgjuar ndoshta mesazhe nga publiku apo edhe nga shoqëria? Kritikat janë gjithmonë, edhe në të mirë se arë, në pavarësisht se kritik merr për shembull edhe dikush që është më i madh se na në këtë karrierë, ama kritika të përforcon, të mëson, dhe më e bukur është një kritik se përmirësohesh. Po deri më tani s'kemi pas ndonjë kritik nga publiku
kemi qenë të pëlqym, unë po drejtona aty të rritet sociale zakonisht, se hala në për koncerte kështu s'kemi marrë pjesë, se jemi pak në fillim karierës, po kritikat janë të mira, unë nuk i refuzoj. Pavarësisht se njerëzit mundën me folë, për shembull, me thonë, që kështu të përmirësohesh, se kërkush nuk e shef vetën, gjithkusht thotë që jam i perfektuar. Po, kur dikush të shef që diçka i kesh, ti përmirësohesh, ato janë bukura dhe kritika, do të thonë se na duhet marrë mesazhe vetëm të bukura dhe pozitive prej publikut. Dikush e pëlqen, dikush jo, ndoshta të gjithë, ndoshta asnjë. Ne e bojmë tonën, na e kemi dashurinë, dëshirën që na motivon, na programon dyqysh një jetë, se gjithmonë presëm kemi shku në studio, sot e kemi me po që tekst, se këta dhe më thonë, gjithmonë na ma në disponim, fajtë zotit që jemi kështut me disponim gjithmonë mirë, prej kohës që jemi njoftu dhe jetojmë bashkë. Këtu po besoj që është bashkëpunimi i mirë edhe interstjallt mes juve, pra edhe raporti i mirë, sepse kemi edhe shumë raste të cilët raportet mund të qenë më të ngurta edhe pse jeton shumë vite me një person. Jo, që zotit, na kemi qenë gjithmonë të lirë, njani me tjetrin, thjesht si e bët vetën, me qenë vetvetja s'ka me e bukur, edhe për publikun, edhe në shoshit civile, edhe në familjar, unë mendoj ashtot, se gjithkush i ka tekët e veta, ato ambicijet e veta. Unë po flasë për bashkëtorësit tonë, jemi të lirë, gjelozi s'ka, jemi happy, dalim bashkë, kthehemi bashkë, krejt çka bëjmë koordinim njani me tjetrin, falë zotit, tani për tani jemi mirë. Çka sjell prej nalti, prej atit madhrishmit, plot fuqi, ato jenë mirësearne, pavarësisht çka, është e shkrume, po deri më tani është në rregull çdo gjë. Jemi okej. Vjen shumë mirë. Atë fokusohemi pak tek projekti i radhës, pra tek kënga, të cilët e përmendëm pak në fillim, por dua të thellohem pak më shumë tash. Për çka bëhet fjalë? Si ka shkuar i gjithë procesi, ndoshta i para përgatitjes për këngën e këtu? E ke fjalë për këngën e fundit? Po, të fundit. Për fjalën e fundit, këngën e fundit vërtet, me thonë drejt, kur kemi qenë në studio me bisedu me atë producent, ai na tha kom një këngë, një instrumental të gatshëm me tekste me krejt. E vetmja këngë është që s'kemi bo tekstin vetë, se gjitha këngëve kemi bo tekstet vetë. E këto ka qenë krejt e përgatit prej producentit, kështu që ai djalë na ka përgatit instrumentalin, i cili quhet Egzon Hasani. Tash për momentin na fishojmë pamjet e këngës duke shku. Ajo këngë ka qenë e përgatit, na vetëm e kemi këndu. A jeni lidh kështu goxha edhe me tekstin kur e keni lexu ata? Po se na gjithmonë na inspiron tekstin edhe, na epëm edhe emocion edhe gjatë këndimit. Kur kemi qenë për herë parë që me njoftu me Egzonin, cilin e përshëndesim, sepse është një djalë shumë serioz, edukativ, në bisedë gjitha, dhe na tha, e kom përgatit, tha një teksta, se kur i kom pa para njëherë, tha i kom pa një qift shumë simpatik që në studio tonë, s'ka qenë asë njerë, tha qift ma i lezeqëm, tha që për sytë e mi, edhe për mendimin tem, tha i kom pa, tha një qift, tha shumë i harreshëm, shumë i lumtur, tha ja kom përgatit një tekst, tha shumë interesant. Hajde, tha ta shofim, kur përledzojmë po na qëtë në ekran aty në monitor, po, thash, me gjithë sa i bukur teksti, me të vërtet në përgjishke, se me të vërtet në edhe jemi ashtë, thash ti morë koke, thash një psiolog, na ke ledzu trunin se qka kemi në njetët e përdiqme, edhe a tekst na kish përgjigj ta amën, dhe kur e knum nërë kështë të thjesht, pa instrumental, kë filloj, t'i bo me dur, atë tash jenë aty fjallë që kur do të publikohet së shpejti mendoj, se kemi përgadit është finalizu, dhe është një këngë ritmike, është shumë këngë e bukur, besoj që do t'i pëlqej gjitha moshave, është këngë shumë e bukur. Ka qenë dhe balada për para, po ajo ka qenë kretë diçka tjetër, a kjo është një këngë që besoj që ka më ndëgju dhe ka me pëlqy publiku shumë, sidomos rinia. Se më ka kushtu me gjeti mu fjallë, që është refreni, e ki emrin dashni. E ki, po, se ka nërë njëri. E ki emrin dashni, son të zemrën tem ke hy. E ki emrin lokom,
Zemrat e don maksimum. Edhe është një farë pak edhe arktusi, pak është edhe që me të vërtet edhe neve na ka pëlqyer, besoj që komi pëlqyer dhe publikut. Edhe me ndimin e Allahit, inshallah Zoti don që rinia të fokusohen më shumë këngë popullore, dashnisë. Edhe aty janë të mira rap, hip-hop, po mirë, po kja neve na flanë ma shumë, po besoj që edhe shumë të rini i flanë në zamër kongo popullore. A ka qenë ndoshta edhe një emocion goxha i mirë kur jeni kthy, apo një emocion i njohur që keni pas ndoshta një mall për ta? Po emocion ka qenë, normal që ka qenë, kupton, po kur është dëshira arritet çdo sen. Cila ka qenë ajo performanca juaj e preferuar, pra ndoshta një historie e cila ju ka mbet në mend? Se ka qenë një emocion shumë i keq për mu dhe shumë i rëndamt. Kur patëm shku për herë parë në skenë të Bareshat, e kemi pas qatë këngën e parë, që thash që kemi dediku lidhjes tonë që shemi njoftu. Dashurie bekuare është titulluar e këngë. Dhe e pata një fustan solem, ka qenë gjyrë ari shumë i bukur, me gurë zvaroske dhe është fustan unikat. Po kur ishëm aty të Bareshat, edhe se di merdi pakës ngusht, po me qëndrun ka mirë, mull ka dale, olsha e disha që s'kom të lash. Po ajta që ka pas një farë pjesë e kështu diri anash, po kënej krejt për trupi. Dhe kur jam ullë me shpejtësi, ndoshta, jam lëshu kështu të rëpë në karige, dhe shku ka po bam, ka krisë fustani anash. O, zot i madh, si kisha tjetër rezervë, unë kisha vendosë me atë fustan. Thash me qëtëm kërsiti fustani, edhe as dësha me pa. Po, mësyshi. Kësa mësyshi. Me të vërtet se ishin disa këngëtare atje të reja, do shta pak me mosh me atë reja son, po s'pëdu mi cek me amra se kush ka qenë, që pritëshin me këndu dhe ato pas neve. Ato tanë konë ma kanë qërë presi kam hinë salë, atë fustan, se me të vërtet është që bjenë në sy. Kuko, thash me gjithëm krisi fustani, tha që ato, tha që të këqërshin, thash jo, bre mos jalojnë fajnë, tha valla po, ndoshta se këto janë dëvërteta që thojnë syshja, jo që më ka ndra mu sysh, po i ka pëlqy fustani. Pa tjetër një fustan goxha special dhe për këngën e parë. Po, më ka qenë me vlerë me një shpim bukur të larë që kompli, dhe ata rujta vetëm në rast të veçanta. Ishte hira 3 që kisha vish për 10 vite. Edhe aty ku e kam blenë atë butik, më pa të thonë, nëse gjonë mas 20 vite kitë fustan, e ati kthej parët. Që ka qenë unikat. Dhe e doja atë fustan shumë dhe e rujsha për rastet veçanta. Kështu që më krisi anash këtë pjesën këtu. Po ju ku me ditë se sa. Ta shonë e shpejt i të me gjetit. Thërmi ata 2 djelë që kishin me i bo gjërimet. Thash, a ka kamera mrapa? Tha jo, kur dalëm bin me këndu në skenë. Thash, a ka kamera mrapa? Tha jo. Tha pse, thash më ka kërsit fustani anash, edhe unë tash të në kohën, o dash keme të mu këthy kështu të ka me gjiti, apo me këthy pjesën mrapa. I bësh adin një lëvizin e kërcim, po që më kamufluar. Mës këthejna kështë mës të mshirët. Kuku, diri sa ka dal ajo kongë në YouTube, mërë me men kër i postun që i qitën një Baresha, më zispriq që thësha më ka afru, a o tokë, sa e sekletshme, thash nëse shihet, ti thras me nërë, ti thomë, anullaje, fshije krejt këngën tonë se nuk du mu pashtu fustani, se në me është sekreti madh, edhe o zoti madh. Gjithmonë diçka, kur ki diçka të veçan, unë e me ndaj se kur kam i pëlqit dykujt edhe a e kërset si në lojmë syshi apo gullëm a që është ajo. Po ju pas i mani gjumë mënyrën më atë mirë të mundshme këtë situatë, se është pak e sikletshme, edhe me të vërtet një fustan atë special që ku a përshtohet totalisht me gjithë energjinë, po ashtu dhe xhirimit, po edhe me këngën. Edhe ishtë hira e parë që dhe ishë në skenë, edhe jonë disa gjana adin që njëri shkon pak i përgatite, ase po, kur më kristi fustani, unë dhe shuftiga, thash zoti madh, pse ndodhi bashkë mu, nana e vakive. Këtha vetëm mësu këthe, tha këta anën kështut, po kur i pyta ata djelë që s'ka kamera mrapa, atëherë njiva pak me e lirë, e kjo mas shumë tim ka sekletave gjatë krejt asaj çka kemi përjetu deri sot. Dhe më thonë, në gjitha eksperienca tona, kjo më ka bo me seklet shumë. Se i vetë miras ka qenë që më ka bo shumë nërvaz. Bile kur këndu, kur e ka pa me qiti, kur du një YouTube,
edhe po më thotë, po më këshyrë kështut, e po më këshyrë atë në televizion nga prej shtëpisë që përcjell shumë. Tha, po këshyrë atë ka ndryshu qerja, ose adin a ke ndryshu. One e njëjta, se dyqysh prej kamera, prej Zarja mësu që sa vite, nuk e kom fordert, edhe unë kisha pas këndu shumë bukur, kom busqesh, kom bu ato lëvizet tona, tap me atë krenarin time, adin gradet e mija si kom ull asë njëherë, edhe mendoj që është ndodhi. Pra dhe s'keni pas stres gjatë performancës, përgjagjimit, po arë. Stresin është da është ta mbaj unë, po kë ka pa keshke me mu, se mos po ndinë onë e kesh dhe po më ndryshon qerja dhe adin nuk japi ata që ka duhet me jap, atë busqeshjen, atë knajtësin, atë simpatin, kur jenë s'ke normal, duhet pak me jep ëmbëlsi për shikus, po unë për veti veç kom vazhdu së kur s'ka ndodhë kur gja, edhe një dashë së mi shumë të familjarët e këti, ty kësi me vjerën tem, ajo toka këshin që të piha, ta shumë shatë unë si mësu, jem rritë vla në asfalt, babe gjesh, unë si mësu, edhe aty ko marë thunë të tëp, edhe vjerem është shumë gru e dashur. Për njerë ka dashë me më kape, ju, sa është ka lidhi, ta shë e mendovi që penalën e valën, adin s'po valëzaj. Sa është vazhdo më dhe kom fillu, mineri kom që në turë kom vazhdo. Thjeshtësia bënd vetën. Asë më karë keq, pëse? Këto e në gjana që ndodhin. Këto e në gjana mone, ndodhin ato. Ta është përdu më rëzune, nuk është zova, po përdu më rëzu, ta nalën, ta është mësë, so bona nërvaz. Jo, mërë, ta është vazhdo. Ajo dikti kish, sot kure për menu me vjerën, se kom edhe vjetër, edhe kom shoqe, edhe kem raporte shumë po, në raport me të vërtet edhe në familja është kjo goxha e rëndësishme për më pas, jo vetëm me bashkëshortin në raportin e mirë, po me gjithë familjen, sepse po lidhen pra dy familje, po bën mike, edhe kjo është shumë se tojnë mike shpis. Pikrisht, ja kanë gjetë emrin. Jo, unë edhe shfrytëzoj rastin mbasi këto veç hynëm të familjet, se unë vi për një familjes shumë të mirë, po njëti kime qëtë edhe familjen e burit tim. Kështu që burin tim shumë respektojnë familja. Qoftë vëllezrit, se një vëlla kam në Gjermani, cilën e përshëndes shumë rizën, edhe kitë vëlla këto në Mitrovic, edhe kjo është shumë zotë një ideal, e respektoj me gjitin shumë. Adhe sikur me një shok 100 vjetë e bërë muhabet ku shkojmë, respekton shumë, po dhe kjo ka shumë i tibar për ta. I donë, thotë, unë jom gjendje që është kanë thonë një fjallë popullore me qitë pushk për me qitë vi, se i donë shumë. Po, kjo është anasil, ta se edhe në familjen e burit, momentin që ma ka vënu burmën në gisht viri ndjeri, cili ka qenë një burë shumë përparimtar, një burë shumë tamam njeri serios, momentin që nga ka presh rritin, kër i kemi nu burmët, a i mi ka qitë 2 cigare për para, ma ka e pat lirin, që dheze mësu koqet para me. Edhe seri mi shkumen, e mu vike marrë thar babën se pi cigaren, me mu tha kime dhe sot edhe gjithë, tha me shëshnu se këto kërkosh se pi ndonin, veç unë e te. Thash po nëse pi, kime pi, tha, që se të tha ka me të mësu, se kjo kishtë të rëgu se erë që pi doan, po nëzdoj shanë, bile në atë fillim, ta respektoj, mës ta pi ndërsi. Po, ju ka ardhësht ta pa keq. Dhe, kur ma ka bo bia jam, kime pi cigaren bashkë me mu, ta pëshkrepzën dheze. Pi aty, të në kom pi cigaren para ti, dhe më thonë, atë që më ka liru, atë që më kanë pranue si evladën e vetë, sa që jam shumë mirë njësë për ta. Dhe ku shkoj shumë e nejtë, mësë një mas martese, u afrej ki theke gruzvejte vjerës tem. Që që ta ka i kafe mua dhe meritës. Ja më qa babë, se s'po më thumu, dalon e atin, jam nusja me qitë kafe. Jo, ti kemi pi dohan me mu, jo, ti kemi kena qitë kafe, po. Në qysh janë konë shumë të virë. Gentleman ka qenë. Ai, shumë, është shumë ka qenë, po s'pa tjetë më shumë. Po gjithmonë këto kujtimet mira e më bojnë gjallë në zemra tona. Kjo është e bukura, sepse edhe me konata jam si me shoqe, po edhe me familjarët e mi kjo kalon bukur, edhe me familjen e ti, dhe me thonë, faleminderit Zot që s'kemi asë në të keqen mes. Po, na jemi të Rysali, po që një periudhë shkurt jemi në fushë Kosovë jetojmë, kështu që nuk po na bjen shumë e shku çdo javë, se kjo po punan, mësanina edhe do punë da angazhimet mija s'po më lojnë, se unë kam qenë edhe parukjere për para 25 vite, kom bajt lokalet, po që një vjetë e gjysë nuk punaj, se fillon këtë botën artit dhe a ke pa një zanat i vjetër kur ki shumë kohë gjatë, dikur edhe lodhër se me gra, që të mund të i punu, nuk është bashkë e letë. Edhe pse jemi vetë gra, po jem pak të komplikune, jo frizura, jo Mitrovic kam pas një emër bukur të mirë, kam qenë respektueshme prej klientëve të mia,
me kam pëlqy punën, kom punu e krejt, po u lodha pak me kitë zana, kështu që e ndërpreva dhe mendova. Shumë vite në zonohet Shumë. Me të vërtetë, jënë ato kemi shumë lojet njerëzve, që dojnë edhe shumë precizitet në atë punë. Të ki tulli karakteri që të vjen, klienti është, nuk jënë të gjithë njëjtë, dhe më thonë duhet presi cilit mi shku për qef. Kështu që shkojmë, po nuk shkojmë edhe atë shpesh, ndoshta bo 2-3 javë ditë, drisa shkojmë Mitrovic, është vendi i jonë ku jemi rritë aty, është vendi më i bukur për neve, edhe pse ka gjallëri Prishtina, Fushë Kosova e krejt, po vendi ku je rritë është vendi më i bukur për ty, për shembull, dhe ne çmojmë atë qytet, bile ky ka njerë thot, a kthehemi, e shesim banisin këtu, shkojmë e blim Mitrovic. Po do jetojmë atje. Edhe jetojmë edhe kemi familjar të afër, se dhe aty ne pjo mungojmë, është e vërtet kjo. Si e balanconi jo, jetën private dhe pashtu dhe jetën e artit, muzikës, punës? Po do të mja gjithë kohën, edhe asa janë edhe këse janë, dhe më thonë, do t'ja gjejmë kohën, pavarësisht se nëse donë ta vazhdojmë përgjegjet me gjiti, se kjo e flet ma shkurë, se unë muna me zgjatë pak. Dëshira tash për vendin ku ke lindje e rritë, shumë e mollë. Po tash edhe jeta ta imponon, puna, po du të me gjithë ku. Me që edhe me Rita të regoj që shumë rrallë, po na bje me shku, po mirë, po duhet me shku. E kemë që ati familjarë, me shku me vizitu, edhe... A i keni kushtu ndë një këngë vendlindjes? E kemi si në plan, po një... Po shpresojmë, shumë në... Të afërt, mendoj që pas kësaj shumë këngë, shpejt. Pasit publikohet kjo këngë, e kemi një kohë që do të ndajmë t'ja kushtojmë pak edhe qytetit tonë, Mitrovicës. Sa ku po ju merë kështu një këngë, ndoshta prej fillimit idejës, shkrimit tekstit, deri në finalizim, kërë shumë të rizorë? Po, shëqon, një këngë të merë kohë, nëse do në me botë përpikt, po aq let na vjen, aq renditët, sa që me dasht, mundëm ndoshta edhe për 2 javë ditë me krejt, që varet prej ati në studio, më thonë producenti, cili e bon montajën ato, më varet prej ti, se për neve na zakonisht tekstet i bojnë vetë, përveç kësaj këngës të fundit, që na ka përgadita i gatshme me tekst me krejt, ka qenë e ti. Se tha ju pashtë si qift shumë happy, tha mu do kësa një qift shumë i lumëtur, si që të sejka ma herët, komplimentet e ti ishin të pandajshme, kështu që ta kom vendosta me tekste me kretë, kam ja përgadit, na vetëm e kemi interpretu, e kemi këndu. Kështu që merë ko, nëse donë për para, kanë zgjatë shumë, po ta është teknika, se cilë në herë, po del ma e re, ma e fort, ma eksperte, sa që për para me bo një këngë, ka bo 1 muj, 2, ndoshta 3 muj, ku e dion sa, se atë periud kohës nuk e di si ka shku, edhe aq, ama prej se na miremi me muzikën, dhe me thonë tash jemi detajist, e kemi kuptu gjitha se sa të merë ko, qysh do të interpretim, qëfar do të me dediku popullit, qa kërkohet për kohën aktuale, gjitha këto, po, për gjithësi dalë të tema ku na pyte, dhe me thonë për qytetin tonë, mendoj me bo një këngë, me një videoklip, bile të kalaja në veri. E kemi ndërmen një këngë patriotike, se e kemi në radhë, se baladat e këto dashuriçkat i kemi Po, edhe kjo është një pjesë e dashurisë për vendlindjen, to lidhet. Dashuria për vendlindjen, dhe me thonë që prej këtë edhe lufta, eksperienca jonë, që kemi përjetu në luft, populli i Kosovës, pikrisht qyteti Mitrovicës që ka vujtë më shumë ti. Edhe Drenicën nuk e anashkalojme, ka qenë pjesa e parë që ka ndi vujtjen, që s'pëdu me prejkë luftën fare, po lidh tema, kështu që Mitrovica ka mbet një qytet i përgjysmun, derisa që mësta preku tash e politikën, si që të cekum, me kryeministrin aktual që kemi Albinin, kë e qeli atë rrugë, i rregulloi disa gjana ane, e falimderojmë shumë se ane ke dalë me frikë, tash endemi me vetur pas një problem, edhe pse ke gjithkohën sërb, po të respektojnë këqyrin punën e vete, nuk guxojnë, kemi polici çdo kohë, edhe pse është qytetin darë, po mendoj që
Më në fund u bashkuar. Janë hap Po kashterit. shpresojmë se do të bashkohet për gjithmonë. Me Po më ka zotit. qenë dhe kështu pjesë emocionale kur ka ndodhur kjo gjë, pikërisht edhe për banorët aty edhe për juve. Për të gjithë. Patjetër. Se edhe kur e po është, domethënë pra jo përmendet që edhe jetoni në Kosovë për momentin, edhe është përmendet pra kthimin në Mitrovic. Është pjesë që me të vërtetë Guri përshon më shumë në vendin e vetë. Fakt. Është fakt. Cila është projekti i radhës pra i cili mendoni që e keni ndoshta veç një ide të krijuar kështu? Po, e ceka pak më herët një këngë patriotike Po, pas që kësaj. dedikojmë qytetit tonë që lidhet me patriotizëm, pak me luftën, pak me dëshmorë të ranë, gjitha ka pak kemi thurë në tekst. Cila është ajo këngë e cila ju kalon mas shumë të mbresa? Pra, ndoshta edhe juja personale, kështu favorite personale, apo edhe ajo që e keni thënë që e ka dashur më shumë të publiku? Përveç këngës së parë. Të na dhe përgjigjet që do shtu me japë. Është kënga e parë, po e dim kujton disa këshik aty ku banojmë të banesa jonë, e takojnë liv thane kom qajtë, me baladën që kemi këndu, thane kom qajtë. Në më thonë, ka njerës që i kemi prikën pikat e tyre, dapta, se dikush ka pritim, që e prik kënga jonë, thane kom qajtë. Disa gra tjera, vau, merita një këngë shumë qëllume, dhash zoti të ngulitët në kry njerëzve, dhe se s'do me thonë që e kanë dëgjuat kënga, i ka me vepru që ashtot. Sa idioti rritët, zhvillot, vdes, plakët e vdes, që ashtot idiot. Bën zullum gruse asi, po është ajo këngë me atë tekst që me të vërtet ka prek shumë gra me baladën që e kemë. Se thuhet nuk prishet familja për një tjetër femër. Në më thonë buri të rathon gruan dhe i tregon grus që të kam të rathu me një pishman. Po i bje pishman, pak vëtë. Ma mirë Gruja, vëtë zekur. gruja nuk e ka ditë kur, s'ka mujtë me zbulut, aqë shumë ka kalu bukur me burin, sa edhe me dalë dikush mi thonë nuk ja ka marrë mendja. Po, ndoshta se ka pësu. Dhe buri i kthehet thotë kom gabu pse e ka pa se si ka has me një vajzë rrugë dhe e ka trathu grun, kur e ka kuptu e qysh ka has në atë trathi, sa që ka vendosë më largu për e saj dhe kthehet i tregon grus. E aty një emocion i madh dhe gruja burnesh ja falë, se çdo gabim i parë duhet falë. Po nëse përsëritet normal nuk duhet falë trathia. Unë për veti trathin nuk e kisha përballu asnjëherë, po na kalon një herë mirë, po këta e kemi dediku në përgjithësi bashkëshorësisë, për shembull njerëzit që trathojnë gratë e tyre. Kjo është diçka shumë e keqe, është diçka shumë e rëndom. Po njerëz që mendon që ja këna dediku veti, po ju. Jo, absolut. Që po ndodha këto ole në popullin tonë. Po, gjithnjë më shpesh i shumë disa raste goxha ekstreme dhe cilat me të vërtetë edhe do të më shfaqë, ndoshta dikuat sidomos në media sociale, do të mu reprezentu këto pjesë më shumë, sidomos për gratë, për femrat, për gjitha ata personat cilët po kanë disa probleme që do të më jap më shumë fokus. E këtu pikrisht edhe kënga e ka rolin e vetë. Fakt. Beso gjithmonë kom thonë se jam pak kështu të orator, dëshirën kom të shprejhëm, të flasë, se mu mund është me lexu shumë shpejt çka kam brendi tem, sepse jam shumë e hapun. Aden kur që mrapa, po anash nuk sillem, jam tipi shumë transparent. Gjithmonë kom thonë, po qysh nuk uftova një emision, edhe qysh i kisha rendit një 5-6 burra ndej, edhe 5-6 gra këndej, edhe t'jemi luft me ta një emision. Shumë kisha dasht tjetë në i televizion, t'jemi ftume, edhe pak me psedu me ata burra, sidomos mi zgjidh ata që kanë trathu gratë e tyre. Dhe kisha di çfarë t'ju them. Besoj që diçka nga gjithë bisedem e kishin marrë serios. Sepse nuk thom që jam një psikologe, po lexoj njerëzit shumë shpejt dhe ja kisha tregu rrugën. S'po them që të bim kundërshtim me ta dhe të përlahemi në emision,
po mi u tregue që le të dëgjojnë të gjithë që është shumë një dobësi i një mashkulli se ky vjen edhe kërkon dorën të familja jam. Shembull konkret, po e marrën vetën, s'po dua as shkën me marr shembull, sepse dim shumë njerëz. Dhe kur prindi jam, ja bën për hajër, të jap një amanet. E ti tash me shku, më janë nxi jetën, ndoshta unë kom pas jetën shumë të bukur. Vite kjo dhe më nxi jeta, kjo është diçka shumë e rëndom. Kjo është diçka që nuk përballohet. Gjithçka durohet, tradhtia është e pafalshme. E përmendët pra kështë dashur me qenë kështu një emision i cili po e bën këtë ndoshta po nëse e bën iftamin. Nëse e përgatit në këtë emision, mi mirënis një 5-6 burra ndi, e një 5-6 gra kështu që janë pak oratore, që janë pak atraktive në bisedë, ftomni se do të vi dhe t'ja tregoj rrugën aty. Kësi debate pikërisht kemi pasur edhe në Big Brother, pra ku janë merë këto, janë diskutuar gjatë tema kështu, ndoshta sensitive për shoqërinë, po me të vërtetë është dashur me diskutuar dhe ka qenë mirë që u diskutua ajo temë. A kishë hyju pikërisht aty te ai debat? Në çdo debat që është diçka që në beg, domethënë, që i sjell njerëzve pa drejtësi, unë me zoj ati dhe debatoj me ta deri në fund. A kishë menduar që kishë mujtë më adaptu në atë shtëpinë e Big Brotherit? Me qenë banore Big Brother? Po, banore. E di se çfarë më ka thonë një motor e imja, na patë sugjeruaj Valoni, që ka qenë prallë me Tupan. Po. E patëm një take me ata dhe pënëm kafe, po bashkë bisetojmë për disa gjana rreth televizionit. Tha, a vini, tha me hi, tha, it's my home, ata e kam pas. Edhe mu merë me qesh në tavolin me to. Thash, unë me hin, it's my home, se me të vërtet unë jom një qytetare ndeshme si familje, si karakter, dhe asë një herë vete nuk e ulja se që s'kërkon para vetit. Thash, unë me hi, it's my home, edhe merë me qesh të pse. Thash, jo me thash, nuk jam unë për ader. Nuk thëm që është një pislok, apo qëfar bëjnë, se cilje ka atë karakterin e vetë. Po unë me hi që aty, unë nuk më i përballojnë çdo gjë aty. Është diçka degenerim i rinis. Se kema atë karakterin aty. Ka qenë Big Brother për para. Për mendimin tam, apo nëse dikujt e pëlqen, po. Të flasëm për Big Brother, ka qenë dhe komendu që vazhdon, e kam përcjell. Ama sot që Big Brother 4 që është në Kosovë, këta nuk ka shtet, se me pas shtet, minutin më të shkurtin, më të shpejtin, drynin qka që e kësha qitë. Edhe kësha majtë mbyllun ata aty, për jo 100 ditë sa kanë të kufizu, po ndoshta me vite. Pse i kishë bu këtë sa? Pse? Nuk ka kush që nuk e këqyrë sot Big Brother, edhe 2 vjetër të trit. E ta është një fëmi, i shëndosh, një prind e rrit me një kultur, e edukan, kur hina e këqyrë aty, të nuk e dija jetu e pa për momentin që ashtë ju ba. A me ndoni që është problematik? problematik? Është një turpsi, është një dopsi, nuk e di kush është ka udhëheq, nuk e di, ai vllai madh, ai vllai vogël, ai mesmi, kush pe, ajo është shumë turp mu pa në përjetët sociale. Se për para ti s'ki pas internet, s'ki pas telefona, me pa qenë kjo Big Brother për para, baba, prindi, i zote i shpis, tak, e shrim televizorin, kur ka qenë një film i pist, e ka shrim televizorin, mës me pa fëmija, mës me hinat rrugën e dopt, të keqe, jo edukator. Po, e ka shrim televizorin tap, e ka thonë shkoni bëni me flajt, edhe u kry, ka ndru programin. Për shembull të qëllë musafiri, dela jo aty, s'pudu mi cik me emra, qëfar të bo? Kjo është turpsi, kjo është dopsi, kjo është pështërsi. A mendon që pikërisht kjo pjesa e përzgjedhjes së banorëve dhe atyre veprimeve që pivojnë ata banorë ndoshta edhe vetë? Janë veprime, janë gjeste, janë fjalë. Okej, përlahëm për gjana aty në mes, a janë njoftë jashtë, janë hi aty, po njihin edhe po që apo dion. I kanë ato debatet e vetë, ato përlamjet, është këtë në rregull, sa aty, kur jenë mbyllun aty normal që duhet qesin vetën, dalin prej vetës, e qesin atë karakterin vetë brendshëm që e kanë, e gjitha ato, ata e din që kanë të nëndë kamera, është këtë okej. Po jo mërë që kumpanin një ditë aty, zotë stokë fërula, a mendojnë që kanë me dalë para lajtë. E din që kemi një zotë mine, duhet t'i kemë frikë, se të gjithë thojnë që ka zotë, po kur po hinë aty, po harrojnë që ekziston zoti, dhe thojnë të partë dhe kanë thonë edhe kanë me thonë gjithmonë,
dekën e kemi më afër se këmishën në trup. Nese na zën deka, qa po bojnë aty? Po, pikërisht, në këtë pjesë ka pas... Unë nuk pajtohëm me këtë Big Brother të sotit. Pa që po të ndërprej, por edhe një personazh, një grua ambullume ka pas me hy në Big Brother. Iqbalja? Po. Hudutja, Hajdutja, që shtirët e mbjamri, se adim mbjamrin. Hudutja më duket. Huduti. Po. Qa më Do ndonja qova dhonë që ka pas me hi ajo. është tërhit moment fundit për një emergjencë Bashorti në spitale, po. zdiqka rrugës të arë me hi aty, pas ka ndodhe e, ka shkun, që shtu ti në dëgjova. Po, mu ka hament vendimi i sajna. Me hi ajo aty, a i bon besh vakt namaz. Taman, me fol 5 vakte, pa i zvjerë shpreje, absolut, asë në mene mi shu, je me hi atë. Po aja, nuk e di. Ajo, nëse ma vetë muslimane, dhe është përdiku se e fejs dhe bëm 5 vakt namaz, asaj nuk i përket me hi aty. A me ndoni që pikrish ndoshta kritikat që ja ka ndoni Unë vjen keq Iqbalës që pa përmendje emrin këtu, sepse nuk e mendova që ka më mushtru kjo pyetje, po, unë vjen keq, po unë mendoj për karakterin e saj të pastër, që nuk duhet e me hi aty. Po, vendimi është i sajnë dhe është drejta e saj. Se rrugët ka i zgjedh, ajo është problemi i saj. Amo, jo. Edhe o bëj namaz, ndoshta jo 5 vaktin, disa vakti i fali sërë që jo në kom ko, amo çdo ditë bëj namaz. Po, mu më japë mundësia me hi aty, jo, me qenë pak ma serios, ndoshta sepse po ngritën, po bojnë famë, po bojnë emër, pse dhe na jo, jemi me një karierë që na duhet, dikon, adhe në Po ndoshta edhe ju dy si qef, nëse kishë hy dikon, e kishë pas goxha një shtyrje dhe në pjesën e mediave sociale ishë një... Për që ato, për disa, s'po thonë gjitha, po për disa femra, për shambull, më jo sill burrit tem, ose disa mashkuj, më sill dikush mua aty, na është dash me ndërprej me nerdë me dalë. Nuk prishet martesa, për shambull, për kur jemi kaq të lumtur, jemi kaq bukur për 5 vite, inshallah edhe këtë ato vite që e kemi jetë, shkruan për Allah, jemi kështu qyshim. Nuk doj ma shumë, faleminderit Zot. Ama për çatë jo, për çatë jo. Për çata njerëz që janë disa, s'po them të gjithë, se ka serioz aty, ama për disa aty që janë jo. Absolut. Nuk është karakteri jonë me hi aty. Absolut. Çka mendoni ndoshta për çiftet që e bojnë një karrierë në TikTok, postojnë videot ndryshme, ndoshta edhe të këndu, duke bua aktivitete rutinore, po të cilët pe kanë kështu një audiencë tyre në TikTok, po janë në një fjalë kështu si influencera. A mendoni që kishë mujtë edhe ju me buat pjesën e influencerit, pra, me pas një account TikTok edhe me postu klipe të këmbëve tuaja për ditëshmërisë uaj, se kishë bu këtë pjesë? Na kemi qitë disa këngë, e kemi kanalin tonë atë hapën në YouTube, po e kemi edhe TikTokun, kemi edhe Instagram, edhe Facebook, dhe thonë gjdo këngë, për shembull, vetëm refremin e kemi qitin TikTok, qëre, na tash po nisëm prej vetës, sepse TikToku po qëtë gjithë shka. Na qesëm pjesë tona të ndershme, mendojmë, diçka të pjesë nuk qesëm, po në shoh dhe budallalëk që po qesin disa njerëz. Vetëm me pas klikime, me... Sidomos e pjesa e klikimeve, njerëzit ndoshta po rëmbehen edhe çiftet po postojnë ndoshta gjëra të cilët nuk do t'ja merrte mendja mi postu me një mendje të ktjellët, si me thonë thojza, edhe po rëmbehen nga këto trendet e rrjeteve sociale edhe po është ajo bindja që po postohet gjithçka me të vërtetë. Nuk i pse e hap TikTokun për momentin, s'ki pse e hap. Diçka dele bukur, neve na pëlqen edhe këqyrum, deri në fund. Shumë sene negative. Po, shumica e, sidomos do tiktokera që shpjetojnë? Po, tiktokera. Tiktokera, ata që janë gjithmonë aktiv në TikTok, ata po bojnë gjanat çmendura, sa që mu disa s'u pëlqejnë, vetëm i kaloj.
Këtu në TikTok e kemi edhe pjesën e live-ve, të cila është, ndoshta postimet në TikTok ato edhe mund të menaxhohen, mund të fshihen, mund të shmëmbojt në kontrol disi, po pjesa e live-it është ma... Na live s'kemi hi asnjëherë. Deri më tani jo. Kemi postuar ndonjë këngë, ndonjë refren para se më dal komplet kënga, ndonjë videoklip, diçka kemi postuar, ama ndoshta vetëm story, ndoshta edhe në pas të kemi qitë. Ka pas shikueshmëri. E falenderoj gjithë atë publik që e kam pa edhe kam pëlqy. Mbi gjitha ka gjana të bukra, po mirë është njëri ato që s'janë të mira, mos mi përcjell, as like mos mi abo, që të leti bot ati bet që mos të hymo me bo kësi gjana, se është degenerim i rinis tonë. Sidomos e mosha adoleshencës, ata me nere marrin si humor, vadin, thellon, këqyrën, koncentron edhe kanë thonë vjetrit, rushi prej rushit pjekët. Ty pa, ty bo. Që po thonë këtë fjallën, ty pa, ty bo. E kjo mu të qështë s'fonë pëlqen, po kur dojna mi marrë gjanat e mira, mirë është mi marrë. Atë këqijat, ajtë që din, mos ti merë. Pa tjetër. Faleminderit shumë që ishte sot me ne në studio, me të vërtetë u munduam i prek goxha disa pika edhe artistike, profesionale, po edhe mendimet tona kryesisht për çdo gjë se po ndodh në shoqëri. Faleminderit që ishte me ne sot, besoj kaluat mirë. Faleminderit se për juve, ishit shumë të mirë, ishin pyetje të lezetshme, ishin pyetje aktuale, që i duhet si mesazh popullit t'i cekum disa tema, t'i prekum, po mbi të gjitha mikpritja dhe gjitha nga jo ishte nivel shumë të lartë. Me gjithë ëmbëlsi, ju falenderoj për gjitha. E kam pas knatësinë me ju pas në studio sot. Edhe për juve gjithashtu falenderit shumë. Dashur shikues, kaq ishte për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten në ora 17 tek ky emisioni Pasditës, deri në takimin e radhës, mirupafshim.